rikthyen përsëri këtu në studio. Tashmë në studio pra i kemi vëllezërit Havolli, dy prej pjesëtarëve pra të grupit, të cilët vetë se kanë lansuar pra këngën e tyre më tre të titulluar Buk e Kryp. I kemi këtu në studio Ylberin dhe Granitin. Përshëndetje djema dhe është kënaqësi me ju pas këtu në Ekspres. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Fillimisht po du me ju përgëzu për këtë projekt këngë shumë bukur në fakt. Duat ju pyes pak për procesin e punës dhe si është pritur kjo këngë tek publiku tashmë vetëse që është lansu. Ylber, për nisim me ty, ose me Granitin? Ja, kaloj Granitit. Okej. Granit, po? Projekti sa po u lansu, do me thonë, ka disa javë. Deri tash, do me thonë, pritja ka qenë shumë e mirë, nështë i ka kalu pak edhe kufit se sa që kemi prit. Po na kemi nisë, do me thonë, me një qëllim të mirë edhe po mdohet që ai qëllimi mirë veç e ka marrë atë hovin e vetë edhe njerëz, do me thonë, po na përkrajnë, po na shkruajnë komente të mira, sugjerime për tjera që, do me thonë, gjitha janë mirëseardhëna edhe alo është si në faza fillestare, po është mirë. Është duke u prit mirë, në fakt. Me sa e kam vrejtë dhe videoklipi është goxha unik, goxha interesant, duhet di pak kush kanë qenë bashkëpunëtorët që ju kanë ndihmuar rreth këtij videoprojekti dhe kujt ishte ideja përafërsisht, ku e keni xhiruar dhe gjitha këto. Videoklipin e kemi realizuar në fshatin Lisosk, ku është krejt kuadra qaj shumë, do me thonë është në pjesën e një shoku tonë familjarët Besnik Ruglica, është pjesë e Lisocka e Kofarm. Ekip kemi qenë një ekip e vogël, ndërsa konceptin e kemi bërë na vetë si band, po gradualisht me kohë kështu e kena edhe të lokacioni kur kena shku, ka pas sene që shme thonë na u ka ndodhur më të mira, do nashta i kena diskutu, po kemi qenë na, do me thonë bendi, kemi pas dikon 2 kameramana dhe staf që na kanë ndihmuar tjerë. Në fakt, goxha i bukur, mua për vetëm pëlqej shumë, sepse i thjesht, por bukur i realizuar, edhe vendi shumë i bukur. Po çka tërheq më shumë, ende pa e dëgju këngën, është edhe titulli që e ka kënga, pra Buk e Kryp. Çfarë fshihet pas këtij titulli dhe kush e ka vendosur këtë titull? Titulli i këngës, do me thonë, edhe i videoklipi e jep qatë mesazhin, do me thonë, Buk e Kryp, nëse e shiqen klipin prej fillimit deri në fund, është një farë etape ku e tregon nashta pak edhe historinë qysh si popull, si shqiptar kemi qenë nashta ma shumë të unifikum edhe një prej fjalëve që e përdorëm mas shumë të gjithë ka qenë ajo Buk Kryp e zemër gjan, edhe që ajo ka qenë, do me thonë, si zanafil edhe e spotit, e klipit, edhe e tekstit. Kemi pas qef diçka që mujna të gjithë, do me thonë, diçka që është e njoftën për neve si popull, që ajo ka qenë zanafila. Do të thotë nuk është e bazuar në ndonjë histori personale apo diçka, është më shumë mesazh i përgjithshëm. Është direkt personale nuk është, po është diçka për shembull që na rrethon neve gjithë shumë sfida që kanë janë nashta na bojnë mundi nashta jo mas mirë ti kur shumë nashta që më thonë të lëndu njëri tjetrin kur dikur jemi kanë shumë bashkë për me çu njëri tjetrin sa më lart, edhe kjo është vetëm një thirrje paka shumë nashta me unifiku nashta edhe një herë në qasi kohë kur e kemi ditë, domethënë që e kemi përkrahjen e krejt, domethënë shtetasëve tonë ose njerëzve që na rrethojnë. Duhet ndalim pak edhe tek teksti. Teksti është goxha i prekës, por edhe i veçantë në vetvete. A mendoni se teksti është një faktor i rëndësishëm për një këngë të suksesshme dhe ai kushton ju rëndësi teksteve në përgjithësi si grup? Po, definitivisht është një prej elementeve kyçe me një këngë, edhe na realisht kena punu shumë me një periudhë që teksti me pas një domethënie edhe me kanë e mishnu me mirë që ashtu me këngë që domethënë me pas krejt qatë impaktin edhe si instrument domethënë zanor, kur kushdo që kënon, ajo është llogaritet si instrument, kështu që na si band e kena menu që ashtu. Edhe po besoj që është një impakt ma ndryshe se sa ma herët kur i kena pas nashta disa këngë në gjuhën angleze.
Po Granit të ndonë të njëjtin mendim? Po, normal na fillimisht çka do që ndëgjojnë na varet domethënë edhe si pjesë e publikut ose edhe nëse je muzikant varet se çka lip në këngë. Dikush ka qef më shumë instrumentale, dikush ndëgjon tekstet, është në atë fazonin ndoshta më shumë ka qef poezi, po na jemi mundu qyshta edhe Ilberi me mishnu ato bashkë që edhe ndjenjen që përqen edhe teksti edhe muzika me ka një farë unifikime që me përqen një mesazh ndoshta pak më të plot te audienca kush do të qenë. Kjo këngë, pra Buk e Kryp, është pjesë e albumit tuaj të dytë, Rajt e Ëndrave, që shumë shpejt edhe pritet të lansohet. Në çfarë faze të punës jeni sa i përket albumit, Ylber? Rajt e Ëndrave momentalisht jemi në proces post-produksione, do me thonë jemi në proces të miksimit. Albumi ka 7 këngë, kjo ka qenë single i parë. Jemi të punu me Barrett Johnson, një producent nga Seattle prej Shtetet Bashkuara të Amerikës. Është producent, moj me thonë, ma i njoftën në zhanret e rock, alternativ grunge, i cili ka punu me bende si Foo Fighters, Nirvana, Melvins. Janë disa bende kështu që komuniteti i kësaj muzike po besoj një. Edhe është një eksperiencë e mirë. Planifikojmë gradualisht me tentu edhe me publiku edhe videoklipe tjera, po varësisht edhe sa po kemi mundësi në aspekt edhe financiar, po edhe kohor. Për këtë projekt kemi pas fatin ku jemi mbështet edhe prej Ministrisë të Kulturës, gjatë që e qmojmë shumë, se neve na letëson një bartë madhe, dhe me thonë, për realizimin e asaj që dojnë ana me prodhu. Kështu që po besoj gradualisht me kohë jemi me një rrugë të mirë si band. Ajo është me rëndësi. Po Granit, çfarë mund të pres publiku nga ky album? Albumi, dikush që na një prej albumit të parë, kjo album nashta është ma divers, me thonë, si cila këngë ka një historiet vetë, e ka, me thonë, nashta vjetë trasha, është zhandri jonë, po paka shumë kena eksploru edhe me zhandre tjera, një edhe prej sfidave ma të mdoja që e kemi marrë ka qenë shqip me kënu, albumin e parë e kemi pas anglisht, po jemi njës do me thonë edhe prej asajna që na jetojna qito edhe të ke fundit, edhe nëse kërkush se ngan me pas diçka të këti lloj zhandrit me met në shqip dikur ma vonë, me pas si histori nashta e muzikës. Po albumi ka diverzitet, do me thonë, ka nga prej këngës dallon, po që shtash në vija trasha vëreqa i, do me thonë, kemistria që i kina bashkë edhe një farë zhandri që i në të gjithë hala vetën. Do të thotë pas keni eksperimentuar në zhandër, është pak ndoshta më ndryshe se albumi kaluar? Albumi kaluar është nashta, shumë me thonë, thjesht është ma heavy metal. Kjo ka, do me thonë, ka këngë që metal, ka sikur kjo që është ma balad, ka këngë që si alternativ, hard rock, ka është një këngë është pak si ma jazzy, me thonë, ka gjithë qka për krejt besoj. Kush do në na jep një shansë me ngu albumin, ka për krejt diçka. Në fakt, Ilberi i përmendi disa prej bashkëpunëtorëve që ju kanë lehtësuar së do pak punën në procesin, pra edhe në këtë rrugtim të punës tuaj. Po besoj që gjë është shumë e rëndësishme kur pranvetës ke njerëz profesionalist dhe njerëz që ju ndihmojnë ndoshta që të vi ky rezultat tek e fundit. Apo jo? Po gjithsesi ajo është një shtyllë shumë e rëndësi për jo vetëm për neve si band ose si individ, po në përgjithësi sidomos te pjesa e bendeve performuese ose që prodhojnë ju vynë një mbështetje qoftë institucionale apo edhe private ose prej shoqërisë, çdo që tjetë. Është një motiv shtesë, është lehtësimi i gjithë procesit. Na kemi pas fatin që përmena edhe me pas edhe mbështetje, po edhe është kënaqësi kur një farë mënyrë institucionet tona e vlerësojnë një punë cilën e bajmë edhe mbështetet. Ajo gjë që jena të falenderueshëm për çfarë do vlerësime. Se s'do me thonë që gjithmonë për krash, po dush me tentu, me vazhdu, me gjetë forma alternativa.
por kur është edhe vullneti, puna dhe gjitha këto, nuk ka si të shkojnë ndryshe. E gjithë, më falë, e gjithë kjo do me thonë edhe për neve si artista në letësëm procesi se kur e din që ki mbështetje, paka shumë ta hek 1% këgjatë madhe të punës se fokusosh do me thonë në produktin, do me thonë qka për do me prezentu në këtë rast kreativitetin tonë për me ba muzikën, e dim që do me thonë kena për shembull fonde ose kena na mbështetje, çfarë do tjetër kena thonë, ok, mujna mu zgjënu edhe pak, se kena do me thonë mbështetje, që është shumë e rëndësi për një artist, kur është të kriju diçka, nuk është veç me ullë kryta, dhe me thonë aqë se mirë është. Po, sigurisht. Po, do t'ju pyes pak edhe për tregun muzikor në vendin tonë. Çfarë vlerësime shkeni dhe a keni ndonjë artist ose artiste që ndoshta edhe ju përshtatet në stil dhe kështu do me bashkëpunu me të? Une mo të bëj muzikë në Prishtinë edhe paka shumë e di edhe skenën alternative edhe skenën ashta që në thonë komerciale, ka ra me bashkëpunu me gjithëkan, se cili do me thonë e ka atë tregun e vetë. Muzika që e bojna na për momentin është nashta pak të pas sfida për shkak që s'kem shumë vene ku me performu. Këto vitet e fundit do me thonë e ka pësu nashta një ramje, po kreativiteti edhe prodhimi nuk është të unali. Gjatë që është do me thonë një sen shumë e rëndësi, vetëm këtë vit besoj prej kolegëve, shokëve që i kem, dikon 6-7 albume prodhohen të zhandrit të rock, me Prishtinë Ombrellë dhe me këtij zhandri. Do me thonë që është ma shumë nashta se krejt industria komerciale që prodhojnë. Më duket që ky zhandër nuk vdes kur. Roku është një zhandër kështu që edhe njerëzit gjithmonë i mban kështu nostalgjik dhe kanë një ndjenjë veçantë këtij zhandri. është një zhandër kur do me thonë dekada më herët ka qenë do me thonë mainstream. Gjithë ta që ka një vend, do me thonë historinë e vetë që ka një farë vije drejt gjithë në kopë, zbritje, ullje, po gjithë e ka vendin e vetë, po edhe menoj që është një zhandër i muzikës ku njerëz nashta me vlera artistike që dojnë mu zhyt pak ma shumë, do me thonë mesazhe ma të thella, e kanë gjithë si një histori që shkojnë të kjo zhandër. Nuk e thonë këta që me thonë me jullë tjetë se cili e ka vlerën e vetë dhe i përuroj krejt për punën, muzikën nuk e ngojna krejt njëjtë. Njëtën kongë, sa po e dëgjum, të ndëgjëm ndryshe, i lbjeri ndryshe, në ndryshe, për se cilin ka bukë, që shme thonë. Shia është reciproke. Po, normal. Po, gjithë e ka një vend, kjo lloj muzikës, sot ka njerëz besoj, ka me dhe egzistu gjithë. E vërtet. Po, Ylber, duhet pyes pak edhe për festivalet në përgjithësi. Si keni punët në këtë aspekt, a keni mendu me qenë pjesë, ndoshta edhe festivalit këngës si këtu, në Kosovë, po dhe Shqipëri? A keni mendu ndonjëherë? Po, e kemi mendu, kemi diskutu disa herë, po gradualisht tash me ko i kemi edhe disa plane si band edhe vetë se kemi fillu tash edhe pjesën ku dojme me qenë aktiv normalisht se kanë qef njerëz me edhe me ndëgju live performancën tonë edhe jemi në komunikim me festivalet ndryshme për me performu live. Po, ekskluzivisht shme thonë për këto festivalet e këngëve, po besoj që ndoshta diçka në të ardhmen, pasi që do të me qenë diçka shumë e kurume në atë mënyrë edhe e mendume në qatë mënyrë që ndoshta me pas një reprezentim atë mirë edhe si band për neve, po edhe për asaj lloji festivali, ndoshta kësha me thonë. Jeni aktiv edhe në mbrëmje muzikore, po besoj e përdorni këtë edhe si metodë për me qenë sa më afër publikut tuaj, apo jo, Ylber? Po, na gjithë krejt vllaznit, po mënoj krejt antarët e bendit, jemi tipa social, kësha me thonë, edhe jetojmë me një shoqni ku paka shumë na lidhin edhe jeta edhe puna, kështu që po mënej saj përket kësaj pjesës, po besoj që krejt ka pak munom me indimu edhe njëni tjetërt edhe
me i promovu kushdo në çfarë do mënyra që mundet. Ku ka më mirë me punu me vëllezërit e tu, nuk e di. Letë e kena. Letë e keni, sepse ja thuni edhe troq gjërat, kritika dhe gjithë shka tjetër. Nuk e kena problem. Ajo është me rëndësi. Po për fund, ndo një plan të afër për pos albumit, diçka që kështë dasht me enda me gjithë shikuesit tanë, apo njëherë jeni të fokusuar në album për momentin? Albumi veç është në faza, do me thonë, përfundimtare, qaj është nashta, muj me thonë, si pjesë që muj me prit publiku, po ka me pas, do me thonë, edhe në mes, diri sa del edhe albumi, kina me pas edhe dhe surpriza, dhe sene treja, kështu që kush ka qef mundet me na përcjellë në rrjetet sociale muj me na gjetë, do me thonë, për erisi, për informata tjera, kështu që deri në projektin tjetër që kjo është... Shijojeni njëherë suksesin e albumit, pastaj tutje, ne jemi këtu, ju presim gjithmonë për sukseset e radhës që keni me i pas. Faleminderit shumë që gjetët kohë me qenë pjesë e Ekspresit. Faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit shumë. E të dashur shikues, tani është koha të shkëputemi për pak marketing, ndërsa ju vazhdoni të qëndroni me ne, sepse rikthehemi shumë shpejt këtu në studio me të tjera informacione.